Koha e fqinjit të pasur që i tregonte arat fqinjit të varfër ka marrë fund mes nesh. Kështu është shprehur kryeministri Edi Rama gjatë një bashkëbisedimi me komentuesit në rrjetin social Facebook në lidhje me marrëdhëniet me Greqinë. Kjo deklaratë e tij vjen pas tensionimit të marrëdhënieve Shqipëri-Greqi gjatë ditëve të fundit. Gjithashtu Rama thotë se duhet patjetër të jemi të hapur dhe të vërtet e të barabartë me njëri tjetrin, ndërkohë që paralajmëron se në seancën e së njëjtës në Kuvend do të sqarojë gjithë situatën e krijuar. Nesër në Kuvend do të marrim përgjigjen time për sa kanë thënë këto ditë fqinjët tanë të vjetër e të dashur, me të cilët duhet dhe duam të kemi marrëdhënie të shkëlqyera, e që t'i kemi të tilla, na duhet patjetër të jemi të hapur, të vërtet e të barabartë me njëri tjetrin, sepse koha e fqinjit të pasur që i tregonte arat fqinjit të varfër ka marrë fund mes nesh, shpreh kryeministri Edi Rama. Ndërkohë, një ditë pasi Ministria Shqiptare e Punëve të Jashtme thirri për sqarime ambasadoren greke në Shqipëri, lidhur me deklaratat e Ministrisë së Jashtme greke që kërcënoi Shqipërinë me bllokim të procesit të integrimit në BE, edhe Athina zyrtare ka kërkuar sqarime nga ambasadori i në Greqi, Dashnor Dervishi, lidhur me deklaratat e Ramës se Akropoli u shpëtua për një shqiptari. Tensionet mes Shqipërisë dhe Greqisë kanë ardhur pas shembjes së 19 banesave në Imar.